Kosova në këtë fush ka bërë disa hapa mjaft të rëndësishëm. Më të themi që legjislacioni i fushës eficiencës energjisë është mjaft mirë i parafruar me kërkesat e Sekretariatit Komunitetit Energjisë në Vjenë, ku kemi transpozuar direktivan për direktivën 2006/82 që ka të bëjë me shërbimet energjetike. Pastaj jemi në kuadër të kësana dhe faktikisht kemi disa udhëzime administrative dhe rregullore teknike të harmonizuara komplet, ose më mirë themi dikon 90% me direktivat e BE-s. Jemi në fazën e transpozimit të direktivave të re, që përcakton zbatimin e masave të eficiencës energjisë 2012-27, direktiva eficiencës energjisë, që do ta transpozojmë me legjislacion primar dhe sekondar. Unë këto pi përmendi pak a shumë, që pasi që edhe konferenca ka të bëjë me investime në përgjithësi në Kosovë, që t'i hapim rrugë investimeve, ose përkatësisht më mirë themi t'i hapim rrugë themelimit ose formimit të kompanive shërbyese energjetike, në cilën Kosova për momentin ka mangësi në këtë fushë. Sa përket planifikimit, Kosova ka hartu planin afatgjatë të eficiencës energjisë, planin kombëtar, që përfshin periudhën 2010-2018 dhe coku i kursimeve është rreth 9% ose 92 kilotonoj ekuivalent, shprehur në terma teknik. Deri ku kemi arrit këtu, në kuadër të këtij plani janë të paraparat, kemi 3 plane afat mesme, kemi hartu planin e parë, raportin e progresit planit të parë, edhe kemi hartu planin e dytë. Jemi në fazën e hartimit të planit të tretë afat mesëm, që përfshin periudhën, domethënë secili plan përfshin periudhën 3 vjeçare, edhe plani i tretë do të përfshijë periudhën 2016-2018, si edhe raportin e progresit për planin e dytë afat mesëm. Çka kemi bërë ne kështu si Kosovë për me arrit cakun prej 9% deri në 2018, kemi investime të direkte drejt për drejt nga qeveria dhe natyrisht komunat dhe ministrit përkatëse dikon mesatarisht në 3 vitet e fundit, bazuar në kashën e 3 viteve të fundit, Kosova investon rreth 18 milion euro në fushën e eficiencës energjisë në zbatim të masave konkrete këtë aspekt. Tjetër çka kemi bërë, Kosova i ka ratifikuar marrëveshjen ose ligjin për huamarrje me Bankën Botërore, që është rreth $31 milion. Pastaj është në fazën përfundimtare projekti i KfW-s, gjithashtu edhe në fazën përfundimtare të zbatimit është projekti i BRD-s, që përfshin sektorit e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme si dhe sektorin privat. Gjithashtu nuk duhet harruar edhe donatorët të ndryshëm, Komisionin Evropian, GIZ-in, pastaj UNDP-n, USAID-in, IOM-in e kështu me radhë. Unë nuk do të ndalem konkretisht në projektet ose çfarë do të bëjmë në projekte, edhe çka është akoma sfidë tani është krijimi një mekanizmi financiar për eficiencën e energjisë, ose një fondi për eficiencën e energjisë, si dhe krijimi i kompanive shërbyese energjetike, cilën sot për sot e kemi mungesë në Kosovë dhe është kërkesë edhe e direktivës së re, por është edhe e Sekretariatit Komunitetit të Energjisë Brukselit e kështu me radhë, që ndoshta për investitorët tanë nga diaspora do të ishte shumë interesante ky aspekt.